Përshëndetje. Sot do të tregoj si me lidh treçaton, me bashku lidrin me treçatën këtu. Si me lidh të. Kur përdor treçato që mendimi im do ta përdorni me çdo lloj peshkimi, pothuaj, vetëm për ato dro që gjujnë me tap. Po që për imitusa, surfkastin e kështu gjëra duhet se s'bën, se është shumë e fortë. Nuk ka elastitet, e kupto kur i bie peshku, edhe shkosh shumë më larg, del nga unazat shumë më kollaj, edhe makineti merr më shumë fije, se është e hollë, s'ka nevojë me vu fije trashit, të ketë forcë. E ça ujtin shumë kollaj, edhe është shumë e hollë, është domosdoshme, jep shumë rezultat në peshkim. Nëse tash do t'ju tregoj lidhje. Lidhja është lidhja më e mirë për sidomos për spinin. Se kalon të unazat shumë kollaj. Që keni këte, ja fluorokarboni, fija, edhe e kalon sipër, këtu, edhe jep nga poshtë, një, edhe këtë tjetër nga poshtë, po nga krah tjetër, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja 12 herë. Unë do ta bëj 24, bëj 12 herë herë, pastaj bëjmë edhe 12 tjera, më lart. Edhe jep pak shik kap të dyja. Edhe shtrëngo pak, jep pak sa shtrëngohet mirë kjo, shes si shtrëngohet shi unë mbledhe që këtu. Ase vazhdojmë prapë 12 tjera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Prapë shumë. Është më mirë kjo. E bëj 12, se me bo vetëm 12, kur ta tërheq të shi, nuk, këto parat nuk kapin, rrinë shumë të lirë. Një, e bëj, ja, mos je maro, ja, këto të dyja, i bëj një rreth që ta myllësh atë. Thjene, tak, një të thjeshtë. Ashtu, ka që ishte kjo, edhe e tërheq këtu që të shtrëngohet mirë, tash ju shtrëngoja ja, she, shumë e hollë, s'ka nyje kjo, si bie një nga poshtë, a ky krah kështu, prap nga poshtë, a krah tjetër, kundra kështu, edhe i kthehet, i bie fijes kështu, nuk ka nyje, është thjesht që shko zigzag, sa më shumë ta tërheq, as më shumë shtrëngohet. Nuk ka nyje që të ketë dobësim. Pastaj e shtrëngojmë, mbasi të shtrëngojmë, i bëjmë prapë kështu rradh. 5-6 herë. Një, thjeshta. 2, 3, 4, 5, 6. Pak mirë t'ja bosh deri në 10 herë këta që i bona të shi. E çot deri në 10 herë, po e lash çik si shkurtën të që të dukte mirë në video, po nëse edhe kaq nuk e atje bëjmë edhe një këtu. 7 herë shes si doli. Tash i jep në herë prapë kështu. Edhe do ta kuste më afër fare.
S'ka ku shkoj tjetër shije. Është bloku. E të shi do jap e prap e 3-4 herë tjera kështu. Thjesht, jo, nuk kap fluorokarboni fije 3 qatë me 3 qatë, ja bo kështu rrath kështu. I kalo aty. Thjesht sa i bëj rreth të ta, ka shë, si duket. E fut të thjesht fare. Kjo bëhet, të fundit, bën që aty ku e pret fijen për shembull fluorokarbonin, e bën që t'i vesh sa rrotullime këtu që ta zbusi pas mos tjetë direkt fluorokarbon që ku shkoj të unaza të kapi, kjo dhe zbut pak, e nuk ngec këtë unaza. Adhe jera. Për hatrin e peshkut. Ta lidhim një. E në funit me qik fije që ka ngel. Ashtu. E ta kësheloni qik më të gjatë, po s'ka problem. Rëndësi ka, punë e bojnë ato 24, këto tjerët janë kështu kohë sa për mbrojtje. Repete. Shumë fije fort kjo tërçata. Pesht modh. Këte mund ta djeksh pak me çarmak që mos të rjepet të tërçata për shembull. E shkri pak aty në fillim të cep fare. Ja. E marrë punë. Kaq. Tashi si sa bukur është, sa e holl, shumë e fuqishme, është më të mirët që është. Mund dush do praktik në fillim, ta mos si ta bësh ja 4-5 herë ti marrësh dorën, është shumë e kollajshme për çdo lloj fija, po është shumë e rëndësishme të jetë fluorokarboni më trash se 3 qatë, që të kapet fluorokarboni ta shtrëngoj, të ketë mundësi ta shtrëngoj fluorokarbonin. Po s'qe fluorokarboni më i trashe, 3 qato lirohet direkt hik, nuk shtrëngohet. Nga hik mu je emitu si sa edhe doli nga fije kështu. Na gabimet mësojnë. Tash do lidhim një kapse, kena një kapse thjesht, kjo është për gjëra të mëdha, për peshmon, mos i shihni sa është spini kjo. Edhe kapsja e thjeshtu. Da kalojmë 2 herë. Një. A një këtu 2. Edhe të heq to të dyja. Ja. 2 herë kam kalu. E mak të këtu. E thjesht e fijen e kthe këtu, e kap to të dyja. Kështu. E futu mes 2 fijeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kjo është fije trash, 6 herë mjafto. Për shembull, fije më të holl, për spini mund ta bëj 7-8 herë. Edhe tash është dyja vash, po është rëndësishme këto dyja që i kam kalu këtu, t'jen anash njëna me tjetër, mos ngatron cip kështu për shembull, mos t'jen kështu, t'jen anash. Ja, edhe shtyp pak të, tërhiqte fluorokarbonin këtu, edhe shtyp pak avash të, avash. Mos mi dhon fort kështu se sa do e djegi çik fijen. E nimo pak të e shtyp, është fije trash kjo, se me fije të hollë jep je vap, shkon vend direkt. Fije trash është do qik më kujdes. E qik, që t'jesh i sigurt, s'ka nevojë më drejtu. Opa. E këpute. A lesh pak
kaq s'ka problem, se trem peshku, kurse trem peshku, kurse trem kapsja peshkun, s'ka për ta trem kje fija këtu, copa këtu. Aja gati. Për spinin, kur përshkoni për shemë për në levrek në gjotë 1 metër e fluorokarbon, mjafto. Kurse këtu se jam të bëj për në gjotë madhe, i kam vu qik më shumë, i kam vu 3, 4, 5, 7, 10 metra varë se për qa përshkojnë, kurse sidomos kur përshkojnë me ushqim, të shi qa roli los fluorokarboni. Me këte, shumë veta, më pak veta, them, i vejnë e lidhin i mitusin ose kapsin direkt të kjo, të treçato, brajdi. Nuk bo se kam provu vetë edhe këpute shumë kollaj, aje brajdi nuk është për ta lidh të kapsja, kjo është për të kap të fluorokarboni, se është duro më shumë, është një bot lidhja më e fortë. Edhe kur fluorokarboni është shumë më i mirë, për ne i vejnë këte, është shumë më i fuqishëm të lidhjet, duro më shumë, edhe kur ti ke 300 metra treçato për shembull, ai s'ka elastitet fare. Edhe kjo fluorokarboni që i bë, kjo ka pak elastitet, do tërhiqet pak. Momenti që i bie peshku, ajo presioni, në të sekond kur i bie me fuqi, ajo për shembull do e zbut pak fluorokarboni se ka ose suspension, zgjatet pak. Kurse me vu direkt treçato s'ka, edhe shkot gjithë presioni shkot të lidhja, të nyja. Prandaj fluorokarboni duhet se zbon. Edhe një tjetër është se fluorokarboni duro më shumë në gurë. Për shembull me kap treçato në gurë, me prek, këputet shumë më kollaj, nuk është për atë punë me prek në gurë. Ama kjo është shumë e mirë për peshkim, po mos preki as në gurë as në vend se prishet shumë kollaj. Kurse fluorokarboni lufto peshkun, shkon gurë krut atje duro shumë. Edhe kjo një arsye pse me përdorsh lider. Po është për lidhje, për pak që ta zbusi kur i bie peshku, edhe që të ketë që duro më shumë në gurë. Edhe mos nuk duket në ujë. Për shembull, kjo kur t'jen idealisht ai mitusit, kjo duket shumë më se fluorokarboni. I ve 1 metër, edhe nuk duket thujse fare. 4 arsye pse t'i venit. Ka edhe më shumë besoj pëse më kujtohen të shi, po ja, mjaft besoj arsye pse t'i lidhni lider quhet kjo. Kjo quhet lider, 1 metër i veni para për spinin, kaq 1 metër me afto. Sa më të leta, për shembull gjuni për trofta ose në për lume ose LRF me light spinin, mund të është i gjys metër fluorokarbon. Gjuni për levrek mirë t'i veni 1 metër, sa më i madh peshku, sa më të forta veglat, aq më shumë i ve, po për shor xhikin për shembull unë i ve maksimum 2 metra, që me gjujme me mitusa 80. 2 metra mjafton. Edhe një tjetër, kur hedhi mitusin që ke gati për të hedhë, mirë është kjo të kaluj të pak fluorokarbonit, të kaluj ke 2 unazat e para të paktën. Që kur e hedh ti, ke unaza parë që ka presionin kur e hedh nga mitusi, tjetë të fluorokarboni, se duro më shumë, mos ta prishi treçatën. Edhe shko fishek. Prandaj duhet kjo lidhja është shumë e mirë, edhe kur e tërheq peshkun që i vije afër, bam kalot unaza pa problem, jo të ngeci atje, s'ka ndodhur shumë herë ashtu kur i bën një lidhje tjetër. Me të thënë drejt nuk më kujtohet ndaj lidhje tjetër që tjetë më e mirë. Është një lidhje që quhet PR, pa ajo është për peshkime tjerë, për ushqim, për peshqit mëdhej. Ajo është shumë më e gjatë, dhe trash e gjatë nuk është për këtë punë për spinin. Të më thonë për spinin, gjigin e këto, kjo është numër 1 lidhje. Ka që që quna, është i najherë, se ma kini kërku këte videon, jam mundu shumë herë me e po më doli koha të shi. Pra mundoni sa më shumë, boni prova, e ta boni perfekt. Si duket, super fare.